Komuna e Drenasit po përjeton vërshime të mëdha nga mëngjesi i sotëm, ku niveli i ujit është rritur vazhdimisht duke përfshirë dhjetra shtëpi, biznese dhe hapësira publike gjithashtu. Pra, si pasojë, qarkullimi në disa rrugë është vështërsuar përfshirë aksin drejt Komoranit tek trafoja dhe tek ura e Bucollëve, ndërsa vështërsi po raportohen edhe tek pjesët e tjera të kësaj komune. Kryetari i komunës së Drenasit, Llamiz Radrovsi, thotë se dalja në magjistrale po bëhet përmes rrugëve alternative. Sipas tij, qindra hektar tokë janë të vërshuara dhe rryma është ndërprer për shkak të rrezikut tek trafoja kryesore e komunës. Ne në lidhje të drejtë për drejtë do ta kemi drejtorin e shërbimeve publike dhe emergjencave, zotrin Nexhmedin Gruda, për diskutu për gjendjen aktuale atje. Mirëmbrëma, përshëndetje zoti Gruda. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe juve. Zoti Gruda, si është gjendja aktuale në komunën e Drenasit pas vërshimeve të cilat po besoj se po vazhdojnë edhe në këto orë? Në krahasim ditën për momentin ka fillu pak të stabilizohet, mirë po nëse vazhdojnë të reshurat e shiut, sigurisht se do të vështirësohet prapë. Çfarë dëme ka shkaktuar shiu në komunën e Drenasit? Familjet... Të më kryesore janë tek investit familjare, po kemi edhe tek bizneset. Ne këtu momentalisht jemi tek qendra trafostacionit kryesore, cila gjatë gjithë ditës ka qenë e zhytur në ujë, falë zjarrfiksve dhe qendrës për AML, për emergjenca. Për momentin janë duke punuar 6 pompa të cilat po largojnë ujin dhe ka filluar prapë furnizimi me energji elektrike për qytetarët e komunës së Drenasit, i cili të ndërprem për disa orë gjatë ditës. Po, aktualisht cilat zona janë më të prekura dhe ku në fakt janë përqendruar ndërhyrjet aktualisht? Po dëgjohemi? Siç duket kemi një ndërprerje, do të provojmë që ta rivendosim sërish të lidhje për diskutu për zonat të cilat janë më të prekura në komunën e Drenasit. Zoti Gruda, po më dëgjon? Po prapë se po ka ndërprerje. Aktualisht qendra e Drenasit është e zhytur në ujë, pastaj kemi fshatrat të Poklekiri, Çikatove Re, pastaj kemi dhe fshatrat për rreth komunës së Drenasit, këtu që i kemi duke përfshirë edhe Shtrubullore, Çikatovën e vjetër. Këto janë fshatrat që janë më shumë të këtë herë nga rrezhet në Drenas ose vërshimet në Drenas. Është njoftuar se ekipet emergjente tashmë veç janë në teren për të sanuar problemet e shumta që ka shkaktuar shiu, po ka ekipe të mjaftueshme për me i përballu të gjitha këto probleme që janë shkaktu orëve të fundit? Për gjitha kapacitetet që i posedon komuna duke përfshirë njësitin e zjarrfiksve si dhe zyrtarët e emergjente në kuadrët e drejtorisë për shërbime publike dhe emergjencë, të gjitha ekipet jemi në teren dhe po mundohem të dalim në ndihmë qytetarëve. Por nuk mund të themi se janë të mjaftueshme. Pasi që komuna e Drenasit për momentin i ka vetëm 16 zjarrfiks të cilët janë të dalur në teren ose janë duke kryer punën në teren. Zoti Gruda, ju tha që gjendja është më stabile nëse bëjmë një krahasim me orët e hershme të kësaj dite. Nëse vazhdojnë këto të rreshura, që sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës ka mundësi që këto rreshje të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, po më dëgjon? Siç duket kemi përsëri ndërprerje të linjës. Pra përveç komunës Drenasit, me probleme të shumta janë ballafaquar edhe disa komuna të tjera, si ajo e Rahovecit, Prizrenit, Malishevës, po që komuna e Drenasit konsiderohet si një ndër komunat më të prekura. Zoti Gruda, nëse vazhdojnë këto të rreshura edhe gjatë ditëve në vijim, a ka rrezik të përkeqësimit të situatës? Siç duket, përsëri ka dështuar linja. Ne do të provojmë që të kemi lidhje të drejtë për drejta nga këto komuna miq të nderuar për të kuptuar se si është gjendja në komunën e Rahovecit, atje ku janë raportuar dëme të shumta si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Pastaj do të provojmë që të lidhemi edhe me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, ku zakonisht lajmërohet përfaqësuesi zotri Besim Aliu për të na njoftuar për situatën
aktuale sa i përket të rreshjeve të shiut, nëse është parapar që këto rreshje të vazhdojnë edhe ditëve në vim, edhe me siguri që një mesazh do të na ndihmonte të gjithëve se si duhet të sillemi, si duhet të veprojmë në mënyrë që të jemi të sigurt.